Kryeministri Edi Rama reagoi pas deklarantës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në Serbi se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën. Kreu i qeverisë shqiptare cilësoi këtë qëndrim të gabuar, por thekson se mbështetja për lirinë e Ukrainës nuk mund të kushtozohet nga qëndrimi i Kiev ndaj Kosovës. Ukraina mund të jetë dhe po është gabim për Kosovën, por e drejta e saj për të qenë e lirë mbetet e padiskutueshme, dhe të luftosh për këtë të drejtë do të thotë të luftosh edhe për Europën dhe për veten tonë. Këto të vërteta mund të qëndrojnë fare mirë në të njëjtën fjali. Shqipëria është mjaftueshëm e pjekur për t'i mbajtur të dyja dhe do t'i mbajmë të dyja. Prandaj, po, Ukrainë e lirë, sot, nesër dhe gjithmonë. Në reagimin e tij, kryeministri kritikon ata që pas deklarantës së Zelenskit vunë në diskutim mbështetjen për Ukrainën apo shprehen simpati për Rusinë. Sipas Ramës, liria nuk mund të trajtohet si një shkëmbim politik apo si një favor që jepet vetëm nëse pala tjetër mban të njëjtin qëndrim. Çfarë turpi të humbasësh nga sytë të vërtetën e thjeshtë se liria nuk është një marrëdhënie shkëmbimi. Të qëndrosh kundër një lufte agresioni dhe në mbështetje të një paqeje të drejtë nuk është një faturë që e gris kur viktima e një agresioni barbar zhgënjen. Nuk është një nder që shkëmbehet me një nder, por është ajo që ti je dhe ajo për cilën qëndron në këtë botë të trazuar. Rama e lidh këtë qëndrim edhe me rolin që sipas tij duhet të mbajë Shqipëria në rajon, duke argumentuar se vendi nuk duhet ta ndërtojë politikën e tij mbi llogaritë të momentit, por mbi parimet e lirisë, demokracisë dhe paqes. Dhe për fat të mirë, Shqipëria nuk është një njeri i vogël që bën hesapet se kush i detyrohet kujt, por Europa e Ballkanit, që tregon rrugën përmes besimit të saj te liria, demokracia dhe paqja, si dhe përmes forcës së shembullit të saj. Kryeministri cilëson kritikët e këtij qëndrimi si nacionalist folklorik të zhurmshëm, duke këmbgulur se Shqipëria mund të mbështesë njëkohësisht njohjen e Kosovës dhe të drejtën e Ukrainës për liri.